Të shtunën Lulzim Basha dhe Sokol Oldashi zbresin për fushat në qarqet ku mendohet të kenë mbështetjen më të madhe pas Tiranës. Kryebashkiaku do të kërkoj votat e antarësisë demokrate në Elbasan, aty ku u zgjodh deputet në vitin 2009. Ministri i Punëve Publike udhton drejt Fierit për të bërë fushat, tashmë jo si deputet për herë të dytë radhazi nga ky qark, por për garen e tij për kreun e Partisë Demokratike. Antarët që do zgjedhin mes të dyve, pasuesin e Sali Berishës, janë ata që figurojnë të regjistruar në listat e antarësisë deri më 15 maj. Mbyllja e listave zgjedhore të antarësisë 2 muaj para zgjedhjeve të kryetarit të ri është rregulli që demokratët thonë se e kanë ndjekur tradicionalisht. Pavarësisht të zgjedhjeve të 22 korrikut për kreun e EPD-s, fluksi i antarësimeve vijon. Një prej tyre që ka marrë kartën e antarësisë është Sybi Hida, deputeti i legjislaturës që mbyllet në shtator. Edhe pse eksperti ekonomist nuk do t'jetë deputet në kuvendin e ri, ka vendosur të bëjë opozit, duke u përfshirë para 3 ditëve zyrtarisht në radhët e demokratëve. Një parti e cila ka qenë partia kryesore që ka përçuar reformat e rëndësishme në vendin tonë dhe kjo është një parti e cila di se si të sillet edhe në opozit, di si të sillet edhe në mazhorancë dhe mendoj që Partia Demokratike i ka të gjitha shanset dhe të gjithë mundësitë që shumë shpejt ajo të jetë mazhorancë dhe të kthejnë atë besimin që i duhet edhe shqiptarëve, por edhe antarëve të Partisë Demokratike. Ai nuk do të mund të zgjedhë mes Bashës dhe Oldashit, por garen mes tyre e vlerëson reale dhe të fortë.